Manchester United ka kryer një nga goditjet më të mëdha të verës. Mateus Cunha transferohet nga Wolverhampton për 74 milion euro dhe firmos një kontratë që i garanton plot 11 milion euro në vit. Por kush është Mateus Cunha? Mateus Cunha është vetëm 26 vjeç, është një sulmues brazilian, i cili shkëlqeu sezonin e kaluar me plot 15 gola dhe 6 asistime në 33 ndeshje. Ka shpejtësinë, është një lojtar teknik dhe ka instinktin për gol. Profili i përsosur për rekonstruksionin e Manchester United. Për sa i përket trajnerit Ruben Amorim, në intervistën që dha, ai po ndërton një ekip të ri dhe Cunha pritet të jetë pika e referimit në fazën sulmuese, në fazën ofensive. Pas një sezoni katastrofik nga Manchester United, i cili e mbylli në vendin e 15, ky është sinjali i parë i qartë që projekti i ri ka nisur. Për sa i përket detajeve të marrëveshjes, Manchester United do paguaj 74 milion euro Wolvesit, paga lojtarit është 11 milion euro në vit dhe një kontratë deri në qershor të 2029. A është Mateus Cunha zgjedhja e duhur për rikthimin e United në maj? Komentoni më poshtë mendimin tuaj, diçni A2+ për çdo lëvizje të merkatos. Komentoni, shpërndajeni dhe sa më shumë follow.